Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e shtunë, data shënon 2 maj 2026, është dita 122 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:37 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:34 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonata dhe në pjesën e tretë do të jemi më pas me avokatin Gylsen Zhllima për pyetje që mund të keni, orientim juridik që mund të kërkoni prej tij. Por fillimisht si zakonisht e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Dosja Balluku, nga tenderat të pasurit, SPAK zbërthen rrjetin, dëshmit. Bashkëpunëtorët, hetimet ndaj Belinda Ballukut kanë hyrë në një fazë më intensive, teksa SPAK ka zgjeruar veprimet nga kontrollet në zyrat dhe vilat luksoze te marrjan pyetje bashkëpunëtorëve të afërt dhe biznesmenëve. Me sekuestrime dokumentesh dhe verifikime mbi tenderat e pasurit, hetimi po përqendrohet tashmë edhe te rrjeti I lidhjeve që rrethon ish zyrtaren e lartë. Në faqen 5, materiali I plot. Kryeartikulli I gazetës Panorama, si çdo të shtunë, vjen nga suplementi Panorama Plus, I cili vjen bashkëngjitur me gazetën Panorama pa asnjë kosto ekstra, nga faqja 13 deri në faqen 20, me titujt nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm personazhe, foto nga paparazzi e të tjerë. Bora dhe Donaldi dasm në verë, detajet nga ceremonia. Rej Manej, shfaqet mes luksit, fotot e futbollistit në Tiranë. Kanye West, 48 orë në Tiranë, zbulohet agenda e këngëtarit famshëm. Personazh pas ndarjeve të vështira, vajzat single aratisen për pushime luksi. Këto dhe shumë tituj të tjerë I gjeni në brendësi nga faqja 13 deri në faqen 20 gazetës Panorama ditës sotme në suplementin Panorama Plus. Shohim tituj të tjerë. Partia Socialiste mes kritikave dhe kërcënimeve, Koçi, pa vetë korrigjim, rrezikon besimin e qytetarëve. Bajraktar me Armani, Koçi sulmon ashpër drejtuesit e Partisë Socialiste. Në faqen 2, materiali I plot. Kualifikimet, Berisha I vetëm në garën për kreun e Partisë Demokratike, reagimet e ish kandidatëve në faqen 3. Në Rinas, kërcënojmë me shpërthimin e një bombe në gjyq rusi. Restaurimi adoptoi një film, nisma që bashkon artin me qytetarin, në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion, Kosova meriton dhe kërkon përgjegjësi politike, nga Ekrem Spahiu. Rikthimit e zgjedhjet kusht për të ardhmen, nga Ndriçim Kulla dhe Grigel Smuçollari, Nebiu na tregon një majnë, në faqen 22. Ky ishte opinioni I fundit, njëkohësisht dhe titulli I fundit nga gazeta Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare, gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, bashkëngjitur me të sot edhe suplementi Panorama Plus. Ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Politika e ditës, profesor Arben Malaj, jemi në krizë të lidershipit politik, Këlliçi, alarm për autokracinë elektorale. Drejtësia e mohuar përballë ministrave që prezantohen si dele të pakrehura. Analizë nga Mark Topollaj. Historia ka dëshmuar se kombi nuk mund të mbahet gjallë pa shkrimtar dhe artist, ndërsa ju, njerëzit e politikës, jeni fryrë nga madhështia rreme e pushtetit dhe karriges së pamerituar. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa zhgënjimi dhe përdosja idealit. Koha e falsitetit të demokracisë solli heshtjen në tubacionin e erërave të veriut e të jugut dhe ngjyra kuqëreme e muzgut duket si një vel e përgjakur. Varfëria bëhet objekt e subjektive të vetes dhe përcillet me krimen familje, në rrugë e kudo. Koha e fjalëve boshe ka mbaruar, duam drejtësi dhe koherencë. Faqe 11, materiali
i plot. Krye artikulli i Telegraf, 1 maj midis urimeve dhe hipokrizisë krye sindikalistit për qarë dhe për qeshur. Kol Nikolaj, ditën e 1 majt, del para kryeministrisë si sindikalist dhe proteston për punëtorët. 364 ditët e tjera vesh kostumin e zyrtarit si nën punës në borderon e kryeministrisë. Pra, prej vitit 2015, kreu i Konfederatës pseudo-sindikale figuroni punësuar në aparatin e kryeministrisë, ndërsa publikisht shfaqet si denoncuesi qeverisë dhe mbrojtës si punëtorëve, ja faksimilet dhe urimet e krerëve më të lartë shtetit. Në faqen 2. Tituj të tjerë, skandali, bursa e energjisë, administratori dhe bordi i bursës shqiptare të energjisë elektrike, Aplex, deklarojnë çdo vit 520 milion lek humbje. Vullnet Django, japse nafta, çantë, hyen te blokada në vitin 1975 dhe si rreth 20 specialistët më të mirë të fushës së naftës u dënuan pa arsye. Në faqen 4. Gangrena korruptive ndërtuan unazën e madhe 450 milion euro, por harruan mbikalimet e këmbësorëve. ARSH hap tender të ri 320.000 euro. Pastrueset zbërthejnë balluku në SPAK rrethi ngushtë në vëzhgim. Ferit Shefni, deputeti që duam në fushat, është shpallur në kërkim. Mjekun familje ja vetic antikanceroze të hudrës dhe si ta përdorni në gatime. 6 ushqimet më të mira për të luftuar alergjit dhe si ta kuptoj një nën shtatzën se fëmia vuan nga diabeti. Në faqet 16 dhe 17 materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Garë me një kalë, Berisha mbetet kandidati i vetëm. Partia Demokratike do shkojë në zgjedhje pas zgjedhje. Pas kualifikimit të gjithë kandidatëve alternativ përfshirë me Remen, në fushë ka mbetur vetëm një emër, kur nuk ka kundërshtar. A ka ende kuptim fjala zgjedhje? Në faqen 4. Krye artikulli i gazetës Dita nga Adrian Thano, shkop magjik apo kuti e zezë. Shqipëria po nxiton drejt një qeverisjeje të drejtuar nga inteligjenca artificiale, duke e shitur atë si ilaçin kundër korrupsionit. Çfarë ndodhi aty ku e provuan dhe pse ky eksperiment është shumë i rrezikshëm për ne? Në Australi dhe Holand, inteligjenca artificiale akuzoi gabimisht mijëra njerëz duke i çuar deri në vetvrasje. Në Shqipërinë e gjykatave të dobta dhe sulmeve kibernetike, qytetari i thjesht do mbetet edhe më i pambrojtur përballë një gabimi digjital. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Dje dita ndërkombëtare e punëtorëve, harta e 1 majit, 39% e punonjësve shqiptar nuk shtyn dot muajin, rekord në Europë. Çfarë thonë të dhënat nga një raport i fundit i Komisionit Evropian për anketimin mbi kushtet e punës dhe punën e qëndrueshme, që realizohet një herë në 5 vjet dhe u publikua në prill. Faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Tituj të tjerë përgjimi, SPAK lexon sinjalin e telefonit dhe zbulon luksin e fshehur të Mirlinda Karçanajt. Një metodë hetimore pazakontë dhe thellësisht teknologjike ka çuar SPAK drejt zbulimit të apartamentit. Në faqen 5. Në brëndësi numrit moshuarve dhe pune e padukshme, rritja në rajon, si është ngelësh në dorën e një idioti, situata në Partinë Demokratike. Rubrika e shëndetit të rritja shqetësuese, por shkenca mbetet pa përgjigjet plot për valën e re të kancerit tek të rinjt. 11 diagnoza që po shtohen, një epidemi e re pa shpjegim të qartë, stili jetesës në bankën e të akuzuarve.
Padia për shqiptaren manjake, një lajm i rrem, reagimi i kompanisë. Dita kur politikanët zbulojnë punëtorët, 1 maj dhe politika. Reagimet zyrtarët grek të zemëruar ndërsa hetimet e BE-s për mashtrimet bujqësore thellohen. Dyshimet për mashtrime me subvencionet bujqësore të Bashkimit Evropian në Greqi kanë ndezur një përplasje të fortë politike. Në faqen 18, materiali i plot. Ky ishte titulli i fundit nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Pak thellon hetimet për Belinda Ballukun, 10 agent të BKH-s më sy në zyra. Kompanie banesat familjarëve të ish kryeministres sekuestrohen dokumente, pajisje telefonike e kompjuterike, merren në pyetje shoferi dhe pastruesja e saj. Në faqen 2, gjeni materialin e plot. Elisa Spiropali mobilizohet kundër Belinda Ballukut, nis takimet me deputetët socialist, presion të fortë Edi Ramës për t'i hequr imunitetin. Si Belinda Balluku i bëri presion Edi Ramës në mbledhjen e grupit parlamentar socialist në Pallatin e Brigadave, me deputetët që kanë arresht, ja si po udhëzohet në heshtje një grup paralel brenda PS-s që mund të trondis themelet e kryeministrit. Pak në zyrat e FBI-s, Robert Papa nxjerr detajet e forta, sigurohen provat për transfertat $100 milion të familjarëve të Edi Ramës dhe lidhjet e tyre me llogaritë në parajsat fiskale, lëvizjet financiare në monitorim që prej vitit 2019. Monika Kryemadhi tenton të shpëtojë Ilir Metën për aferën e lobimit me parat pista në SBA, pranon se kompaninë e ka sjellë vetë. Kontratën e ka firmosur Petrit Vasili dhe faturat janë marrë nga Luan Rama, i përfshirë edhe Brahim Llari. Spartak Ngjela paralajmëron surprizën e madhe për të korruptuarit, zbulon skemën që po përgatit SPAK për goditjen finale ndaj elitës politike, jatë pathonat nga seansa e parë gjyqësore e Ilir Metës në GKK. Faqen 7. Tituj të tjerë, Sali Berisha, Shkëlzeni dhe Argita drejt SPAK, Evi Kokalari paralajmëron se ka gati dosjen korruptive kundër tyre. Ja detajet. Selia Blu nuk gjen qetësi, pas Balliut, Salianjit dhe Kokalarit, skualifikohen edhe Mereme Sela dhe Vladimir Mulaj, Sali Berisha i vetëm në garën për kreun e PD-s. SPAK shtrëngon lakun e hetimeve ndaj ministres së Ramës nga Air Albania te hijet e PPP-ve, mbetje toksike dhe licensat e dyshimta, fati politiki Mirela Kumbaros në duart e prokurorëve special. Faqen 10, materiali i plot. Me këtë titull e mbyllim këtu edhe faqen e parë të Gazetës Sot. Për ditën e sotme do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për këtë të shtunë. Ekskluzive, Kërnaja, shkarkim surpriz, djemët nuk më braktisën. Intervist me ish trajnerin e të kuqve, për mua, mbeten familje. Kur e mora përsipër Partizanin, besimi ishte 0, e doja në Final Four. Intervistën ekskluzive për Panorama Sport të ish trajnerit të të kuqve, Kërnaja e gjeni në faqen 6 të gazetës Panorama Sport të ditës sotme. Edhe kryeartikulli Panorama Sport është një material ekskluziv, Bardhi, nuk tolerojmë askënd të krijuar për të shkruar historinë. Presidenti Dinamos, gabimet tona na kushtuan, por rikthejmë Dinamon kampione. Daja largohet vetëm po e la mendja, City nuk ndryshon asgjë. Finale Pregnatian, s'lejohen hapa fals ndaj nëndetëses. Faqen 4, gjeni materialin e plot dhe intervistën ekskluzive me presidentin e Dinamos. Tituj të tjerë, në Durrës, ndeshje e vërtet, luftë në sfidën Teuta Tirana. Në Vorë, vorakët duan 3 pikët, Elbasani me super premio. Faqen 5.
Në Shkodër, Gurishta premton drejtësi, Byli si luan sezonin. Faqet 7 dhe 8. Kategoria superiore, sot luet java e 34 në orën 16, Dinamo Ignatia, Partizani Flamurtari, Teuta Tirana, Vllaznia Bylis, Vora Elbasani. Ndeshje të cilat do të përcaktojnë edhe fatin e kampionatit, kush mbetet në Final Four dhe kush shkon për në kategorinë e parë. Myzeqeja në Ankth, titull dhe rënje, kategoria e parë, bën gati verdiktet. Java e 33, ditën e nesërme luan takimet Korabi Iliria, Kuksi Besa, Lushnja Kastrioti, Apolonia Borrelli, Luftëtari Pogradeci. Ndërkohë, në 4 maj, Skënderbeu Laçi, 2 ekipet e para. Titujt të tjerë nga Panorama Sport. Në sfushori Aslani shkëlqen në Turqi, gol dhe asist. Italiane. Si fëmi bëja tifo për Milanin e Van Bastenit. Seria A, Interi gati për të festuar titullin e 21. Spanjë nga Alonso te Carbeloa, Reali si fole Grerzash. Angli, mbetej në Old Trafford, United derbi me Liverpoolin. Formula 1 Kimi Tornado në Miami, prov kyçe për Mercedesin në faqen 15. Ky ishte titulli i fundit nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ndërkohë, tani do t'i rikthemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dosja Balluku, nga tenderat të pasurit, SPAK zbërthen në rjetin, dëshmit. Bashkëpunëtorët, hetimet ndaj Berinda Ballukut kanë hyrë në një fazë më intensive, teksa SPAK ka zgjeruar veprimet nga kontrollet në zyra dhe vile luksoze, të marrjan pyetje bashkëpunëtorëve të afërt dhe biznesmenve. Me sekuestrime dokumentesh dhe verifikime mbi tendera e pasuri, hetimi po përqendrohet tashmë edhe te rjeti i lidhjeve që rrethon ish zyrtaren e lartë. Faqen 5, gjeni detajet. Kryeartikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme vjen nga suplementi Panorama Plus, siç do të shtunë bashkëngjitur me gazetën Panorama, pas një kosto ekstra me lajme nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm, personazhe, foto nga paparazzi e të tjerë. Bora dhe Donaldi dasmë në verë, detajet nga ceremonia. Rejmana i shfaqet mes luksit, fotot e futbollistit në Tiranë. Kenya West 48 orë në Tiranë, zbulohet agjenda e këngëtarit famshëm. Personazh pas ndarjeve të vështira, vajzat single aratisen për pushime luksi. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në brëndësit gazetës Panorama në suplementin Panorama Plus nga faqja 13 deri në faqja 20. Shohim tituj të tjerë. Partia Socialiste mes kritikave dhe kërcënimeve, Koçi, pa vetë korrigjim, rrezikon besimin e qytetarëve. Bajraktar me Armani, Koçi sulmonash për drejtuesit e Partisë Socialiste. Kualifikimet, Berisha i vetëm në garën për kreun e PD-s, reagimet e ish kandidatëve në faqen 3. Në Rinas, kërcënoi me shpërthimin e një bombe në gjyq rusi. Restaurimi adoptoi një film, nisma që bashkon artin me qytetarin, në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion, Kosova meriton dhe kërkon përgjegjshmëri politike. Nga Ekrem Spahiu. Drejqim Kulla, rikthimi të zgjedhjet kusht për të ardhmen. Grigels Muçollari, Nebiu na tregon një majnë. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit. Nga gazeta Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, dhe me gazetën Panorama e mbyllim këtu hapësirën e shtypjes shkruar për ditën e sotme. Do të shkojmë tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonatat në studio. Publicitet.
Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këtë moment dhe gjithashtu. Mirëmëngjes, telefonata e parë për ditën e sotme e shtunë, 2 maj 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes i nderuar. Përshëndetje zotëri. Ju flasim nga Gjenova, Italisë. Po, përshëndetje, urdhëro. Zhvillimet e fundit në Dardani detyruan udhëheqjen e Kosovës presidentin që datën 7 qershor të caktoi ditën e zgjedhjeve në Dardani. Të tretat për 1 vit e gjysmë. Data 7 qershor do të shënoj ashtu si dhe 5 vitet e fundit triumfin dhe madhështinë e Dardanisë dhe të tërë Shqipërisë. Është e sigurt fitoria tani më në Dardani, sepse udhëheqja e Kosovës me krye Albin Kurtin e ka vërtetuar se është shërbëtore e popullit të Dardanisë dhe e krejt Shqipërisë, e kombit shqiptar. Por unë kam një shqetësim shumë të madh, që dua ta ndaj me tërë Shqipërinë, me tërë udhëheqjen e Kosovës, me tërë organet e sigurisë në Dardani, që kujdesi i madh nuk duhet të jetë çështja propaganda për votimet, për fitoren. Ajo tashmë është sigurt. Ne duhet kemi një gjë në qendër të vëmendjes e tërë Shqipëria dhe në mënyrë të veçantë udhëheqjes së sigurisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, të organeve të sigurisë, mbrojtjen e figurës dhe të legjendarit Albin Kurtit, ku Serbia po kërcënon me 1000 mënyra. Pra, thirrje tërë udhëheqjes së Kosovës, tërë organeve të sigurisë, që kujdesi më i madh mos jetë te propaganda për të fituar, sepse fitoria është e sigurt, sepse populli Dardan e tërë Shqipëria është në mbështetje të udhës së tij të ndritur që e ka siguruar nëpërmjet vetëvendosjes dhe Albin Kurtit. Por Serbia, gjykatare, barbare, po kërcënon se s'po gjen mënyrë të bëj kuvend, propagandë politik, sepse nuk rrëzohet udhëheqja e Kosovës dhe vendosja, nuk rrëzohet Albin Kurti. Prandaj kujdesi jon si shqiptar në tërë trojet e Shqipërisë, në tërë botën, duhet jetë kujdesi ndaj figurës madhe, jo vetëm të Albin Kurtit vetë, po të tërë udhëheqjes që po drejton Kosovën, po drejton tërë Shqipërinë. Ka ketë të sigurt çdo i smur, çdo terrorist në Serbi do të digjet jo vetëm vetë, po do të digjet e tërë Serbia, i tërë Beogradi, nëse do të ngrihet dorë kundër udhëheqjes tonë. Faleminderit, ditën e mirë, që të jetë në qendër të vëmendjes. Faleminderit zotëri për telefonatën. Përshëndes, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Kurse unë kam mendim tjetër për Albin Kurtin. Kam mendim tjetër se e çoi Kosovën në 3 zgjedhje për fajt të tij. Po të ishte zgjedh Vjosa Osmani, do të ishte zgjidh problemi i Kosovës. Nuk e zgjodhi edhe çoi vendin në zgjedhje, bo 3 zgjedhje në Kosovë. E ka çu poshtë më poshtë, vetëm kryenëshëria e Albin Kurtit. Prandaj që do t'i ndigjoj paktën ambasadës amerikane do t'i ndigjoj Albini dhe mos qëndroj kryenet aty dhe ta çoj popullin e vetë në zgjedhje të reja. Se ky ishte gabimi i Albin Kurtit dhe kastës e tij, që e çoi popullin në zgjedhje 3 herë zgjedhje në Kosovë. E çoi poshtë dhe poshtë Albin Kurti Kosovën. Kurse për zgjedhjet të Partisë Demokratike i them Saliut. Po thash se nuk do flisje sot për Saliun më zotëri. Jetë shpall mbreti i Partisë Demokratike, bën mirë Sali zgjidhur mbreti i Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike e ka çu poshtë më poshtë. Dhe më thonë që jo vetëm që s'ke po zgjedh, nuk e po zgjedh kryeministë, nuk zgjedh populli kryeministë Sali Berisha pa vonë llogari benje për bëmë gjëma bashkallëqet për shtësinë, për fullëqësirë që ke bërë Sali Berisha. Prandaj që jep dorëheqje si kryetari i Partisë Demokratike se e shkatrova atë parti, e ke brekosur atë parti. Hajt miru pasu. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zotëri gazetar. Përshëndetje zotëri, urdhëro. Që të mos ishte kjo busull drejtuese e këtij komi, tash 35 vjet, do të duhej që klasa politike të kishte dhënë llogaritë para drejtësisë.
do të duhi që udhëheqësit e kohës, që kur u fornizu Miloševiqi me naftë, e u thy embargo e natës, që kur u premtu se do kthehen paret e piramidave, që kur u grabiten zgjedhjet e 96, ajo klasë politika, ajo udhëheqës i vendit, duhet të kishte marrë dënimin në kapital. Në mënyrë që edhe Ilir Meta dhe Fatmir Mediu duhet të kishen dhënë llogari me kohë, me vakt, për gjitha përfaqësitë e këtij vendi dhe në veçanti për Gërdecin. Si edhe për 21 janarit. Ka rënë linja me zotërin, faleminderit për telefonatën. Zotëri, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urdhëro. Ka. Tu te Kosova u deske pa tjetër Vjosa Osmani. Presidente. Pa Vjosa Osmani, sepse hinë era NATO. Kosova. Jo zgjedhjet mu bon, po hinë era NATO. Kurse për ne shqiptarët, pensionistat, ne kërkojmë pensionet me rrit urgjent. Ndryshe? Ushqimet, bordi ushqimeve. Iku, zotëria? Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zonjë. Mua më bë çudi këta analisa në televizora. Sa keq u vjen për atë Ilir Metën që ishe do mësuar. Po për popullin që janë në burgje për 1 kilogram drogë, se su vjen keq të tyre. Që janë quna të rinë po rinë në burgje, u vjen keq për Ilirin që ka vjedhur dynjanë. Po, Metën e kam pasur kolegë, më e zonjë, popullin që e ka pasur? Edhe Siropali, tani u kujtua Siropali për të folur, deri më djej se në poste nuk fliste. Tani u kujtua që i hoqi postin. Kur u prish interesi saj, dasha posta ajo që të flasë. E rëndësishme është që një ditë të vigoja, se kur të vjen, tani si dihet asaj. Ja, po dhe ashtu? Zbardh është. Po ja, se tani që iku na interesi saj tani fletë, njeri po foli kur është në postë të madhe, atere po, se kur iku na posti tani fletë ajo. Të kuptova. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit dhe tyja. Përshëndes, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, zotëri, urdhëro. Unë disa gjana të vogla që ngërje për punën e Partisë Demokratike, se ka ngel i kallmi pa vdek në kryet partisë, tamam si Enver Hoxha, në atë kohë e në vakt që nuk linte njeri pa vra e pa bën armik, vetëm për të nejtë në pushtet. Edhe kjo do të arrijë Enver Hoxhën. Ashtë e turshë, se ka ngel tamam si ajo proverba që thoshe Ali Baba me 20 hajdut në atë parti. Po, në atë kohë ka qenë edhe një këngë, që se të kujtohet ty, po mund kujtohet shumë mirë, që thoshte troj partia desh me thanë, por a i kish maru. Sepse e dishin ata që kjo rrugë ishte, edhe këto këtë drejtim kanë marrë. Ty është në kryet partisë, ty duhet tjetë, tjerët armiq, janë të gjithë maskarej, edhe asin nuk duhet garoj për balë këti zotërisë. Ati t'i veni kuror, edhe ta veni si muze aty dhe mbaroj punë Partia Demokratike. Ta që ishte. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe ju, zotëri, për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Po, zotëri, urdhëro. Po, duhet të them qytetarëve se militantët që vazhdojnë të votojnë këta të përjetshmit, nga kanë ardhur
Nga kanë ardhur, bëjtjetin, nga kanë ardhur. Nuk e marrin vesh në Amerikë që u hoqë Biden i gjatë fushatës. A e kupton që bjen astësit fizike, fiziologike, sidomos ana mendore, arkitekturat mendorit është kryesorja, more, nuk funksionon të këta politikanë. Po ajo është katastrofë dhe të vetës, more. Ore Ciceroni thoshte dhe i afti, edhe me i afti, si Jullë Cezari, në qofë se mëfton, a e kaloi fatin e qeverisjes dhe është një ftesë që më bëhet për katastrofë, sepse nuk mund qeveriset vendi nga i njëjti njeri, sepse korrupton në mënyrë absolute dhe korrupton në mënyrë të veçantë njerëzit e mirë, lidershipin e mirë, qytetarët nuk i le të ktheheni qytetarët. Krahasimin e ke me qeverinë? Korrupton në mënyrë absolute. E njëjta gjë ka ndodhur në partikularizmin tonë. Afroje pak telefonin, se na ike. Vazhdon mesjetarizmi absolut në shekullin e 21. Ku? Prandaj qytetarët duhet të mbledhin mendjen, o sot, o kur nuk mund të lihen këta njerëz të cilët të bëhen pre paditurisë opinionit publik i cili dikur do qartësohet si thot Abraham Lincoln dhe do hiqet edhe manipulimi, sepse nuk mund të gjesh tjetrin gjithë jetën. Okej. Edhe mund të gënjesh? Faleminderit. Edhe mund mos e gënjesh, po. Me sa kemi parë ne, më shumë është mund të gënjesh. Me sa shojmë. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, zoti gazetarë, mirë mëgjes. Përshëndetje, zotri. I përshëndesë dhe i mbështesë fuqimisht të gjithë parafosit që folën. Tamam treguan që janë shqiptarë, janë abdetarë, nuk janë të shqitur as gjikundi në asë një vend të botës. Tashti shikojmë e çfarë nuk shikojmë në kanalet tuaja televizive, bravo juve që i pasqyroni ashtu si çdo të jetë, po një parti që kërkon të mbaj akoma një njeri në pushtet, si që është Berisha, unë them që ajo parti duhet të ekzistojë, ajo po të kishte shtet këtu me kohë nuk duhet të ekzistonte, se është parti e ardhur nga jashtë shtetit me ideologjin, me ofrimin, me të gjithë programin. Gjitha partit nga jashtë shtetit kanë ardhur të nes ideologji, se ne nuk kemi krijuar ideologji politikeve si popull. Nuk pranohet, më thoni në çvend të botës, me kini gazetari nderuar, dëgjom me kujdes. Në çvend të botës ka ndodhur që vetëm ai kryetar që ka 4-5 mandate që është kryetar partia i ka humbur zgjedhjet, të zgjidhet pasurin. Këtu jam dakord me ty, por jo që të zhduket Partia Demokratike si subjekt politik. Ka një gjë, zotri, ka një gjë. Ai njeri i ka bërë gjëmën këtij vendi. Janë me qindra nëna që kanë lidhur shamit e zezë, që ka vrarë njerëzin mes të bulevardit, ka traktuar, ka bërë të tëra. Po të kishte drejtësi, ajo parti do dilte jashtë ligjit, zoti gazetari, jashtë ligjit që dolli Shqipëria në Greqi. Nuk del subjekti politik jashtë ligjit. Dolli me vendin të formës për të gjykatës, dolli hop jashtë, u arrestuan drejtuesit e partisë Shqipëria Gjys, kupton? Edhe çdo gjë mori fund. Pranohet kjo më shpëtim, more, s'ken xhaxhi, se jemi të moshuar. Nuk pranohet që të mbash ti akoma një njeri që nuk di ç'thot sot, thot nesër, ç'thot pas nesër, nuk i thot do të thot nesër. Është i smur, zotri, që ka qenë doktor i ri, ja kam me vënd diagnozën. Por tani, duhet të bënde tërheqje, po ti ishte shqiptarë. Të kishte një farsh, një ndjenjë shqiptarizme, do bënde tërheqje dhe aty ka djemë të ri, jo se janë një tjetër, një tjetër. Po jo të mbaja i parti, kështu ku jeni ka të ndishu. Ajo u kryua dhe u bë tani monoparti, sepse ata nga jashtë shtetit i thonë, po s'bëre kështu të prem kokën. E kuptoni ku jemi arritur. Unë u them miqve të mi, demokrat, shokëve të mi, demokrat, vënë një gjyshtin kokës, për të do të mendojmë që ajo parti s'ka më të ardhme në Shqipëri. Ose të krijohet një parti tjetër me një emër tjetër, po ajo parti nuk bën më, ka marrë fund çdo gjë. Na vjen keq se me shpirtin, na se jemi të moshuar, na vjen keq që ka ta ndisën në këtë gjendje. Na vjen çfarë të themi që jemi anëtar të Partisë Demokratike. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Përshëndes. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi.
Urdhëroni. Mirë, mbyllim. Presim një tjetër telefonat. Janë disa telefonata në pritje. Ju lutem keni parasysh që të komunikoni drejt për drejt kur kapni linjën nga telefoni, jo nga televizori, sepse ka vonesë, interferon e nuk merremi vesh. Një tjetër rënje linje e treta e vërteta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Presim të katërtën pra. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje, si mirë? Mirë, faleminderit zonjë. Ju flasim me Korça. Përshëndetje Korça. Doa t'ju them për një problem. Kemi një problem, nuk e di që si do bëjmë me këtë pensionin, nuk e di si do bëjmë. Po ti pas ke problem. Me invalidet, më shtoj më 6.000 leka turpi mas. Se ilacet që meni me leka, që meni pa leka na i bëri me leka të gjithë ilacet. Edhe nuk e di fare që si do bëjmë birinenës. Leri këto partitë, pas më intereson fare, të ngrihet populli vetëm për këtë punë, të ngrihet populli. Të ngrihet, se partia ata putin lekat në xhep, nuk më intereson. Edhe për Sali Berishën, tash është plak. Hapi rrugën një të riu. Hapi rrugën një të riu të vëlla. Që të dimë dhe ne që qartë i din të vonovrojmë. Se ta ishtë nuk e ndërvetet atë. Tani zonjë, vetëm një gjë të lutem. Ju keni shumë të drejtë në kërkesën tuaj, po doja t'ju bëja një pyetje. Tani, pensionistët janë mbledhur disa herë para parlamentit në Tiranë. Nuk e di nëse keni patur mundësi t'i bashkoheni, sepse dëgjova thirrjen që të mblidhen pensionistët. Po të mbli, po, unë vete, me gjitha të që unë jam me dy paterista, unë me gjitha të vete nuk portoj. Kërkoj ndjes, mirë, më falë. Mirë, je justifikuar. A ju këto të shikoj, vete në doktori s'ka sistem. Grupimi i pensionistëve ka bërë protesta para parlamentit, para kryeministrisë, kështu që mund t'jeni më aktive, ndoshta ju e keni probleme shëndetësor të atillë, po. Ore, me karocë vete, nuk më ashe, vete. Po ta di kur bëjë që të vete. Në rregull. Duhet Se mobilizohen Korça nuk ngri, se Korça e ka 31. Të tërë në përpunëra janë. Të tërë, na i fshatari, i bëri Saliu, tërë fshatarët me toka, shesin tokat, edhe fute në punë. Kurse ne qemi, dem baba dem. Korça me rim pa punë. Toka nuk që vetëm e fshatari, se ishte toka dhe jonë. Se fshatari ka i gjithë dhe punon të dhe tokë, vërtet, punon të po pagueshe. Toka është të gjithë dhe obla. Pa nuk e gjithë si u bërë Toka s'është gjithë dhe tani. E ta shirim vuajnë. Vete në hospitale, s'ka varnjeri, se do lek. Vete në doktorë, këtu s'ka sistem. Po si do bëjmë obla? Si do bëjmë? Ku do bëjmë të mbitemi? E kuptoj, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Në privati, 67.000 leka. Po 150 për pension. Mirë zonjë, faleminderit për telefonatën edhe që ndave shqetësimet e tua. Ajde, gjithë të mirat, edhe mbarë. Përshëndes, turë gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhëro. Ka shumë alla populli. E vërtet është. Ndër të tjera unë do të flasë qik për ujnë e pishëm. Ku kryeministri del në çdo fushat. Po. Dhe na flet që do të bëjmë ujë 24 orë, dhe nuk po bën asnjë. Në çfarë qyteti jeni ju, zotëri? Jemi në Berat. Nuk keni ujë. Jemi në një lagje të qytetit. S'mundi thua fshat, po lagje e qytetit, fshat e Dyshnik. Dhe juve sa orë ujë keni në ditë? 1 orë, 2 orë, të një një nuk flitet fare. 2 orë ujë në ditë? Po. Po si ja bëni? Apo me depozita? Kush depozita, kush ka bërë puse dhe... E keqja e se këtu janë... Kanë ardhur 2 fonde, janë ardhuar edhe fshati nuk ka pirë ujë kur 24 orë. E kuptova, zotëri. Është edhe një gjë tjetër se këtu të gjitha fshatrat janë bërë me ujë të pishëm nga Bogova. Po? Kurse fshati Dyshnik e ka në Bogova me një linjë të amortizuar dhe nuk pi dot ujë. Juve ju vinë dhe turistët, do ju ngelen pa larë.
Qyteti ka. Apo nuk vinë aty në fshat e ju? Apo ven lajnë qytet pastaj vinë dhe ju? Para vish shumë këtuja. Sa të vish aty? Të kuptova. Mirë, zotërit, faleminderit për telefonatën edhe për denoncimin që bëre. Unë përshëndes, ne do adresojmë problematikën tuaj. Nuk e di nëse kemi kohë të presim dhe një tjetër telefonat. E mbyllim. Okej. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me avokatin Gylsen Zhlima studio. Publicitet. Studio jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem studio avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Do të flasim sot për objektet që kanë shkelur lejen e ndërtimit, për pasojë për gjithë ata qytetarë që kanë mbetur pa marrë një certifikat pronësie për objektin që kanë blerë dhe ku kanë hyrë dhe jetojnë prej vitesh, por pavarësisht saj ka shumë prej tyre që nuk kanë marrë një certifikat pronësie. Apo edhe për rastet kur qytetarët blenë njësi banimi që në fazën e ndërtimit të tyre, që në fazën e gropës, dhe më pas mund kënë pasur probleme me marrjen e certifikatës pronësisë, pavarësisht se i kanë dhënë legët dhe pronari ka marrë pagesën. Tani, si veprojnë në këto raste, çfarë duhet kenë kujdes qytetarët dhe si i bëhet kur qytetarët kanë vite që presin një certifikat pronësie? Atëre ligjvëndësi që në 2006 e ka normuar qartëzi kur ndërtimet e ngritura nga subjektet juridik që janë ndërtues dhe investitor, janë në kushtet e prishjes së shoqërisë, pra në kushtet e falimentit ose të një pezullimi sipas legjislacionit në fuqi, sigurisht që i kanë pezulluar ose më mirë i kanë braktisur procesin e pajisjes me certifikat personave të cilët kanë bërë një kontratë si përmarrje. Kjo gjë pas shumë vitesh, pas 2006 është mbuluar me disa VKM dhe janë futur në lojë edhe njësitë e vetë qeverisjes vendore. Në pas 2013, 2014, 2015, 2016 në vijim, kanë dalë VKM ku kanë dhënë mundësi tek qytetarët të cilët të aplikojnë drejtë përse drejti tek drejtoria vendore kur kanë bërë ndërtimin e pallatit dhe të pajisjen me certifikat pronësie. Certifikata e pronësisë nuk nënkupton thjesht vetëm edhe prezencën ose më mirë bashkëpunimin e të gjithë banorëve bashkë, po nënkupton që për çdo person vetë, për hallin e vetë, për banesën e vetë, që është pa një certifikat pronësie, të trokas dyrë të drejtorisë vendore të kadastrës dhe të kërkoj që të pajiset me leje legalizimi dhe pastaj me vijimin e certifikatës së pronësisë. Po ashtu duhet keni parasysh që ekziston një VKM 2017-s ku të gjithë ndërtuesit, investitorët dhe ato të cilët kanë qenë edhe ndërtues, kanë pasur mundësi të bënin vetë të gjitha dokumentacionet për t'i dhënë tek banorët, nuk i kanë dhënë, pra nga 1 janar 2017 e në vazhdim, ata individ kanë braktisur çdo pothuajse interes për pajisjen e qytetarëve me certifikata pronësie. Dhe tani nga 2017 e në vazhdim, qytetarët që janë të braktisur nga ndërtuesit dhe investitorët kur kanë bërë një kontratë si përmarrje ose një kontratë për premtimi shitje dhe gjitha këto edhe banojnë atë apartament, duhet t'i drejtojnë drejtorisë vendore për të vijuar me procedura që të bëhet akti ekspertimit i madjes dhe depozitimi pranë kadastrës dhe kadastrat të zbres në terren të shikoj rasti konkret a është i faktuar me ato dokumente që është paraqitur nga vetë kërkuesi. Mos harrojmë faktin që vetë kadastra dhe vetë qeverisja vendore që është ndërtuar pallati duhet të kenë një bashkëpunim që të banorët të marrin rrugëzidhje sa më të shpejtë. Bashkit, pra, apo njësit administrative. Po njësot bashkit, bëjnë listën e banorëve, bëjnë listën e kanë taksative. ASHK-ja ju dërgon njësive të vetë qeverisjes vendore listën e subjekteve zhvilluese të investitorë të cilët kanë shkelur kushtet e lejes së ndërtimit apo të procedurës së legalizimit me qëllim identifikimin e atyre që të vijoj procedura e legalizimit dhe hipotekimit të pasurive të tyre. E ka të specifikuar ligji. Po patjetër qytetare. Një telefonues nuk e mbaj mend cilin qytet ishte dhe thoshte që nuk është bërë kolaudimi i objektit. Dhe ne si qytetarë çfarë duhet bëjmë kushtet kur nuk është bërë edhe kolaudimi i objektit, pavarësisht ata jetonin aty prej kohësh. Edhe një herë, për sa i përket legalizimit në favor të poseduesve, duhet të ndjekin procedurat
e sakta për sa i përket aplikimit. Sepse ka qytetarë të cilët thotë nuk është bërë, e di çfarë nuk është bërë. Nga ajo çfarë ka thënë vetë investitori që qytetarët mos shkojnë të aplikojnë dhe t'i ketë në varësi dhe të thënë mje për kaq lekë se do eksperti, jo tani fola me këtë tjetër të djathtas majtës. Më kupton? Pra, të shkojnë, të aplikojnë dhe në rast se refuzohen nga kadastra, t'i drejtojnë gjykatës. Por jam i bindur, kanë për të bërë pagesë patjetër që kanë. Qytetarët do bëjnë pagesë vetëm për pjesën e certifikatës. Për objektin e tyre. Po, jo të futen në pjesën e tatimeve të këto gjëra të cilët jo, aty janë të përjashtuar dhe ato i takojnë investitorit dhe ndërtuesit edhe ka taksative ajo. Nuk paguajnë qytetarët. Qytetarët do paguajnë vetëm pjesën që i takon për sa i përket legalizimit dhe hipotekimit të pronës. Po, edhe njerë, duhet kuptojmë diçka. Në 17 janar 2017 për të gjitha pallatet që janë ndërtuar më përpara të këtij viti, duhet qytetarët të drejtohen ASHK-s dhe mos të presin asnjë investitor ose ndërtues që t'i mashtrojë që shiko prit sot, prit nesër, jo pas nesër me radhë. Tani, ata të cilët janë aktualisht dhe kompanitë ndërtuese kanë falimentuar, në rast nga momenti kur ata kanë marrë në dorëzim apartamentin e tyre dhe kanë kaluar 60 ditë nga momenti kur ata duhet kishin marrë certifikatën dhe të gjitha këto dokumentacionet e duhura, nuk e kanë marrë, t'i drejtohen drejtorisë vendore ASHK-s që të vijojë me procedurën e aplikimit të nenit 31 të ligjit 2020 për përfundimin kalimtar të proceseve të regjistrimit të pasurisë së tyre. Qartë. Tani, ligji dhe ky nen i posaçëm për objektet që shkelin lejen e ndërtimit, parashikon diçka tjetër apo është vetëm për vetëm për ata të cilët parashikon pra ata të cilët janë të parë që fitojnë te kjo, janë ata të cilët kanë dhënë truallin për ndërtim. Okej. Pra janë të parët. Kush e ka dhënë, fiton sepse ka qenë person që ka bërë kontratën sipërmarrës, ka dhënë pronën e vet dhe aty është bërë zhvillimi. Ata të tjerë të cilët kanë kontrata pronësie, kanë kontrata porosie, shitje, kanë kontrata të tjera të cilët kanë të bëjnë me një akt marrëveshje që ka bërë me ndërtues, investitori dhe jetojnë tek pallati, sepse duhet të jetosh. Jo e kam edhe shiko do ta marr sepse do vi momenti që do bëhet shitja. Pra duhet të kemi një akt notarial të qartë që kuptohet që personat që e posedojnë në të ardhmen janë edhe pronar, por për shkak se kompania ka falimentuar ose është pezulluar për x arsye sipas legjislacionit ton, sigurisht që personi duhet i drejtohet vetë ASHK-s të kërkojë dhe të pajiset. Pra, ajo që unë jap mesazh sot është mashtruesit të cilët nuk e kanë arritur të çojnë deri në fund ndërtimin e pallatit, edhe ju majnë me premtimin, jo sot, nesër, jo pas nesër, kështu me radhë, duhet i përjashtoni me njëherë dhe të merreni vetë te kadastra për të bërë aplikimin. Sepse është shumë e rëndësishme, sepse nuk mund të mendosh që në mes të Tiranës ka pallate të cilët qytetarët nuk kanë marrë certifikat pronësie, kundërkohë ligji i 2006-s dhe vijim tani me ligjin 2020 e ka të taksative që po qytetarët mund të pajisen me certifikat pronësie, po duhet ta ndjekin vetë ata dhe mos të futen tek ideja që të bëhemi të gjithë bashkë, sepse të gjithë bashkë do shkojmë të fitojmë. Jo, ligji e ka thënë qartësi që në 2006 që çdo person të shkojë të interesohet për njësinë individuale që ka pra apartamentin. Edhe një pyetje tjetër, avokat. Kur ndërtuesi del nga leja e ndërtimit, pra e zhvillon pronën e një qytetari me cilin ka bërë kontratë përtej kontratës dhe e përjashton nga pjesat që shkel. Pra, pjesa ansor edhe këtu përfshihet, edhe të kjo VKM. Nëse jep dikush tokën e tij dhe bën kontratë për 15 kate e zëm. Ndërkohë ndërtuesi zgjedh që të bëjë edhe 10 kate tjera shtesë dhe i përfshin lejen e tij të ndërtimit, pra bën një përjashtim, por është përtej kontratës që ka kryer edhe pjesa ansore, po edhe ajo edhe pjesa ansore mund të kapet si legalizim dhe hipotekim. Por e vërteta është që pronari i truallit në këtë rast. Pronari i truallit fiton kërkoj tek kjo shtesa e kateve. Po ka të drejtë të kërkoj, po. Ka të drejtë, pavarësisht se është në kontratë. Jo, është në kontratë, se e ketë në sipërmarrje.
ke metrat katror në kontratën e sipërmarrjes, ti më thua në rast ai ka dalë dhe ka përfituar për vete. Tani këtu është në varësi sepse ka në kontratën fidestare ti mos kesh bërë marrëveshjen. Po, pas ti ke parti që është zhvilluar ajo dhe ka bërë diçka ndryshe ai, sigurisht që ti ke bërë një kontratë tjetër gjatë kohës kur ke... Ka raste plot që nuk kanë bërë për këtë përfajt. Kanë humbur. Nuk fitojnë asgjë. Nuk marrin do të. Nuk marrin do të asgjë. Po, pastaj ajo do t'i kaloj shtetit. Pra, ajo çfarë nuk është në shkruar ndonjë, nuk besoj se si pra ndërtuesit të kenë kaq dashuri umane ose më mirë të jenë umane dhe t'ja linë shtetit. Sigurisht që kanë bërë kontratë edhe me persona të tjerë dhe kanë përfituar të tjerët. Por duhet të kenë parasysh që të parë që përfitojnë nga çdo lloj marrëveshje tjetër janë ata të cilët kanë bërë kontratën në kohë që janë për pronarët e truallit, që e kanë dhënë për zhvillim. Pastaj vinë ata të tjerë të cilët janë ata që kanë blerë drejt për së drejti nga zhvilluesi ose ndërtuesi apo investitori i pallatet. Por është për ata të cilët që ajo që ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë nga mashtrimi në mashtrim për ndërtimet të pallatet, për shkak se ne kemi mungesë të infrastrukturës shtetërore të monitorojë ndërtuesit, duke përjashtuar këtu, edhe njëherë për them, ndërtuesit të ndershëm që janë në terren vite me radhë, ka njerëz të cilët kanë tentuar të bëjnë sikur po ndërtojnë, kanë ndërtuar deri diku dhe gjatë kohës kanë falimentuar, po diçka nuk ka vajtur mirë me investimin e tyre. Por në rastin konkret, në raport me qytetarin dhe ai i cili ka ngel me një çelës, po nuk ka një letër që të thotë që janë pronari kësaj prone, quhet mashtrues sepse nuk e realizove dhe nuk e çove deri në fund projektin tënd. Mirë, pavarësisht çfarë vullneti të mirë kishe që ti ja ndërtove edhe çelësin, po nuk i dhe letrën. Sepse një ndërtim nuk presupozohet vetëm mbarohet ndërtimi edhe në fund fare letrën duke parë duke bërë. Pra, duhet përjashtojmë disa ndërtues që janë në fushë, që kanë bërë punën e tyre, sepse çdo qytetar e kupton vetë kur blen një apartament edhe merr certifikatën e pronësisë, por të tjerët kanë abuzuar dhe qytetarët mos të vazhdojnë të mashtrojnë nga njëjti person i cili i mbahet prit. Dhe ligji e thotë në mënyrë taksative dhe VKM në mënyrë taksative që pasi kanë kaluar 60 ditë në momenti kur ke kuptuar që ai nuk të ka dhënë atë që duhet, dokumentacionin, nuk ka pse të jesh në varësinë e atit që të ka mashtruar. Merr dokumentat që ke me vete, i depoziton pranë drejtorisë vendore ku ndodhet apartamenti dhe vazhdon vijimin e procedurës së legalizimit të vijimit e asaj që ne themi pastaj certifikatës pronësisë. Mirë, shumë faleminderit për gjitha shpjegimet, avokat. Ne tani do të presim pyetje nga qytetarët. Numrin e telefonit do ta keni të afishuar në ekran për pak sekonda. Do të presim pyetje që mund keni për avokatin, orientim juridik që mund të kërkoni prej tij. Tani do ta keni numrin e telefonit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. Kënaqësi të komunikoj me ju, Klevina dhe avokat. Faleminderit. Përshëndetje. Urdhëro. Me qenë se avokati po flet në përgjithësi, unë marr shkas nga emisioni Veting, nuk e di avokati e ka ndjekur, për familjen Boçi në fshatin Bubullim. Në Lushnjë, po, ishte. Po, në Lushnjë. Kishte marrë vendim gjykate ku zaptuesi i pronës duhet të prishte objektin. Dhe megjithëse ishte ky vendim gjykate, kalvari i saj realisht ishte vërtet ishte rënqetës. Ishte e i pa imagjinueshëm. Si ka mundësi tani, ju e po flisni për ASHK-n. Si ka mundësi gjykata merr një vendim për ta prishur vetë zaptuesi i pronës dhe ai pajiset me certifikat pronësie. Vete qytetarja, edhe në prokurorinë e Fierit, ku deklaroi që vetëm kishte shishe benzine dhe të kryente veprimet e saj, dhe nuk e zgjedh. Mund të flitet për shtetës së drejtës dhe për siguri juridike në këtë rast? Faleminderit. Faleminderit. A për debat më shumë se sa pyetje. E kuptoj, shtetës së drejtës, kemi një shtet i cili përpiqet të bëhet shteti së drejtës, kemi institucione të cilët për mendimin tim janë pjesë e partisë në pushtet, sepse
dikush do të thotë të mos bëj politik, por është vërtet nuk mund të shmangem do të komentin politik, për shkak se drejtuesit e ASHK-s i nderuar emërohen politikisht dhe mbledhin votat për Partinë Socialiste që është në qeveri nga 2013 në vazhdim. Dhe kush do të thotë edhe më përpara, po jam dakord me ju, po më përpara të paktën diçka ndodhte dhe nuk ishim në këtë situatë që jemi sot, sepse kishim edhe faktorin drejtësi që ishte pothuajse në një situatë më keq se sa sot, sepse atëherë po ishte keq, po sot është akoma më keq sepse korrupsioni bëhet në mënyrë të sofistikuar. Pra ku është më e keqja? Atëherë kur korrupsioni ishte pak më transparent apo sot që është më i sofistikuar? Në të dyja rastet korrupsioni është korrupsion, pra nuk kërkon justifikim, pra nuk shkojmë tek duke justifikuar as autorin, po as viktimën, po në të njëjtën anë ne jemi po në të njëjtën situatë, sepse lind shpeshherë ajo fjali e famshme që e normove këtë ligj X, pse nuk e të shfuqizove? Po, tani, ta të shfuqizoje ti, pse ta të shfuqizoje tjetëri? Prandaj kërkojmë gjithmonë llogaritë të një person tjetër. Unë mendoj se ne si qytetarë duhet të ndërgjegjësohemi dhe themi, nuk mund të jetojmë në 2026, në presim e telefonatën tjetër, edhe të mendojmë akoma për disa gjëra të minimale të cilat duhet jepen. Pra certifikata duhet të jep të qytetari. Gjykata duhet të marrë maturin duke mos cenuar sigurinë juridike. Faleminderit avokat, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Lutem na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit. Alo. Përshëndetje, urdhra. Po, përshëndetje. Po, zotri. Pyetjen të lutem. E falenderoj shumë atë avokatin që po shpjegon problemet e banesave të pa letra. Po. Tani, unë jam një ndër ata, tek Hotel Kruja në Durrës, lagja 13 plazh. Po? Që këtu janë mbi 70 familje banor në këtë pallat, 4 katësh, të Hotel Kruja, që s'kan asnjë lloj dokumentit. Dhe shitet sipas dëshirave, shiten, blihen dorë kështu në ilegalitet, si i thojnë, jo në bazë të normat juridike dhe me noterie, me kështu. Dhe kështu që nuk ka asnjë lëvizje nga ana e bashkisë apo e shtetit për ta vënë në jurisdiksion. Edhe një, më falë, të bëj një ndërprerje, të lutem. Të bëj një ndërprerje që të saktësojmë diçka. Ju jeni porositës apo pronari truallit që keni dhënë për zhvillim? Jam përdorues këtu, jam banues këtu. Po jo, si ke qenë kontrata, kur ke bërë kontratën si përmarrës? Çfarë ke bërë? Çfarë kontrate ke bërë? Unë kam bërë kontratë dore. Kontratë dore nga ai trashëguesi dorë, ai kalusi që ka kalu, ka ardhur, ka nejt, e ka shit. Ka ardhur tjetri, e ka bler, e ka shit. Është derës si tret. Po, si tret i tret. Do mirë, si një drejtorisë vendore me dokumentat ma që dokumentat sa keni, edhe ato akt marrëveshje, edhe akt marrëveshja kuptohet si një akt midis palëve, po përveç kontratës, sepse pjesa e VKM-s ka shumë të qartë kontratave, që i thot në përgjithësi, pra mund tjetë kontratë për premtimi shitje, kontratë si përmarrje, kontratë porosie, pra janë disa kontrata dhe thot pastaj ose akt marrëveshje. Dhe te akt marrëveshje unë nuk kuptoj, në rast se do të bëjmë një interpretim ligjor, edhe një marrëveshje midis dy personave që nënshkruajnë një dokument jo domosdoshmërisht përpara noterit. Prandaj ju duhet ta shikoni një herë këtë dhe unë bëj apel te qytetarët, të cilët janë në probleme të tilla, mos të presin institucionet që të zgjojnë të thënë alo, përshëndetje, hajde sepse erdhi momenti tek ju. I nderuar, bashkë me banorët, në rast se vinë edhe ata, po nuk erdhen ata, ju me aq dokumenta sa depozitoni, në rast se i keni origjinale, për mendimin tim bëje me njësi me origjinale dhe që ato të njësijojnë me origjinale që aty të kadastra origjinale maj për vete, më dëgjoj me kujdes të gjë, edhe kur të vi momenti që të shikosh një seriozitet që ka institucioni që do të pajisi, kur të vinë ata të zbresin në teren të shikojnë apartamentin, atëherë pa tjetër, pse jo,
mos të vijosh me procedurat e tjera, por duhet ta bësh ti si banor, mos priti as të zgjohet ASHK-ja, as të zgjohet bashkia për interesin tënd. Ti duhet të rrokasësh derën ASHK-s. Mirë, faleminderit avokat për shpjegimet, presim me një tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda se të konfigurohet lidhja në telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urdhëro. Mirëmëngjesi, zotëri. Përshëndetje, zotëri. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të lutem. Po. Ti bëjmë një pyetje avokatit? Je drejt për drejt, zotëri, me avokatin Gylsen Shlima. Të lutem bëje pyetje. Jam një qytetar i cili kam fituar një një vërtetim nga qarë për shpronësimet nga qarku i Beratit, të cilin e ka fituar në vitin 1995. Okej. Po. Mirë po, me djegur dosja në komisionin e kthim kompensimit të qarku të Beratit. Ju keni fituar një vendim gjyqësor vërtetim faktit të pronës së asaj kohe? Të asaj kohë. Vendimi gjyqësor e keni gjetur? Urdhëro? Vendimi gjyqësor e keni gjetur? E kam bërë gjyqjen disa herë. Po, vendimi gjyqësor e keni gjetur? Kërkohet të bëj dosje, të plotësoj dosje. Po, vendimi gjyqësor e keni aktualisht, keni marrë vendimi gjyqësor? Besoj se po. Nuk se kam me vendimi gjyqësor, e kam me dokumenta arkivore. Po mirë, vërtetimin e faktit që keni bërë në gjykat, e keni bërë vërtetimin e faktit në gjykat? E kam bërë, por nuk e fitova, më thonë, ti ke dokumente original, pse të kërkon ajo? Po si të është djegur arkiva, se kuptova këta? Urdo? Si është djegur arkiva? E djegur në edhe shtatën. Po jo, çfarë dokument të mungon ty për të aplikuar, edhe ty nuk është bërë vërtetimi faktit, përderisa është djegur arkiva, do thot ti vërtetim faktit, do kërkosh që të vërtetosh ato çfarë keni pasur dokumentacion. Sepse ti nuk po kërkon të njësh pronar aktualisht, ti kërkon të njësh para 94-ës. Nuk duhet bësh vërtetim faktit të sorolasi kot. Kush e thot te? Gryzeri në tje. Edhe njerë, kur umbasim një dokumentacion, sigurisht kërkojmë që të bëhet vërtetimi faktit, të vërtetoj atë çfarë kemi humbur, ose kanë ndryshuar. Ky është vërtetimi faktit. Përsa i përket ligjit të kodit ton, pas 94-ës, vërtetimi faktit nuk ka vlerë për të vërtetuar pronësinë e një individit për rast për pronën konkrete. Por, si pas ligjit të kompensimit, kërkohet vërtetimi faktit të pronave të mëparshme, para 94-ës. Dhe, ju tani, në rast se keni humbur dokumentacionet, ose janë djegur, ju duhet të kërkoni si pas rastit të dosjes gjyqësore, në rast se keni bërë një gjyq, ta hapni, të shikoni ku janë dokumentat, bëni kërkesë të institucioneve të ndryshme ku do të gjeni të brenda dosjes, që të kërkoni provat. Në rast se nuk ka provat, sigurisht do shkoni të kërkoni vërtetim fakti, pa do të provohen. Tani, ajo që mua më çudit është, ju keni dokumenta origjinale dhe këtej arkiva është djegur. Se kuptoj këtë gjë? Jo, kam dokumente origjinale, vetëm mendimin e komision pronave. Pra, ju tani duhet kërkoni më shumë dokumenta, mendoj unë. Po shku në arkiva, ku të i nxjerë? Vërtetim fakti bëj, s'ke që të bësh rrugë tjetër s'ka. Në rast se nuk gjenden dhe të tjera dokumenta për interesin tuaj. Po ja shikoni njërë mos keni bërë ndonjë proces gjyqësor dikush nga familja, ndonjë person. Jo, unë jam i vetmi trashëgimtar, të tjerë kanë vdekur që në 48. Po, edhe para 91-shit ka bërë dikush ndonjë, ju keni bërë në i veprim juridik, për pronën, diçka, keni marrë diçka duhet e... Atëherë kur doli që se cili do t'i kthehet prona, unë përfitova që kisha 4 troje të ndërtuara në kone verit i themni, dhe më dhanë në këmësoj ashtu finansarisht. Keni bërë kërkes të njësia vetë qeverisis vendore, pra të njësia bashkja komunët, çfarë ka qenë, ku kanë shkuar këto arkivat, keni bërë kërkes të këshilli, aty tek arkiva e këshillit, pra do të bënë në shumë kërkesa të ndryshme që të rigjeni të dhënat mbi pronën tuaj. Se shiko që ka ndodhë, qytetarë duhet të bëni shumë kërkime të tjera. Shiko që ka ndodhë, ne kemi një gabim nga ana strukturore shtetërore. Ne duhet të mbajmë përthuaj se për pronat edhe për shumë pra të dhëna sensitive për shtetin, për qytetarët, duhet të mbajmë 3 arkiva. Po t'jenë të njëjta.
Pra, njërën e ka, supozojmë, bashkia, tjetërën e ka prefektura dhe tjetërën e ka shteti. Po këto të koordinojnë me njëra tjera që këto të dhënat janë pothuajse njësoj. Edhe duhet jenë njësoj. Po të që njëra, të pak të merë masa e ke këtë tjetra dhe mund të ndryshosh, por situata jonë është e tillë që nuk kemi kaq të përpunuar në këtë aspekt të sigurisë. Qartë. Mirë, faleminderit avokatin, do të shkëputim për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak me avokatin për pyetje të tjera. Rikthehemi në studio, jemi në pjesën e 4, jemi sërish me avokatin Gylsen Zhliman, pritje telefonatave tuaja, numrin e telefonit do ta keni sërish të afishuar në ekran. Për disa pyetje kemi edhe pak minuta tjera për të konsumuar, kështu që për orientim juridik që mund të kërkoni për avokatit, do të presim dhe telefonata tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjesit, lutem, një pyetje kam me avokatin, mundësisht i bëj një pyetje të lutem? Po, jeni drejt për drejt, zotëri. Përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje. Në 2009 kam marrë një pallat në një qytet të Sarandës dhe aty më shkruajta kontratën, atë marrëveshjen me pronarin dhe më thamë për 120 metra katror. Kur erdhi puna që të bënim certifikatën, atje se kisha dhënë parazënjet dhe njërën e tjetrën, kisha dhënë lek që tek kontrata e marrëveshjes, kisha dhënë ka pari 20-30.000 euro, dhe kështu që kur erdhi koha e certifikatës që bërëm ato, më thotë ka janë 102 metra katror. Kurse pjesa tjetër, aty e ke dhe nuk të angazhon njëri më. Dhe unë e pranova të kështu që çfarë mundet të bëj tani në këtë... Kontratën kur e keni nënshkruar? Në 2009. Kur keni marrë certifikatën? Certifikata është marrë pak më vonë. Nuk e mba mend me vit tani, por pak më vonë. Po, proces verbal i dorëzimit ju është dhënë nga ndërtuesi? Në ndërtuesi vetëm këto kam kontratën që kam bërë tek noteri për 120 metra katror që në fillim. Do kërkoni të bëni interpretim të kontratës që ndërtuesit ju ashtoi dhe ato mungesat e metra katror tjera që sa janë mungojnë aty. Pra sa ishin 18, 18 metra. Por kam frikë se është jashtë, mos është jashtë projektit. Është pa leje. Tani, po është shtesë dhe ju e keni matur që është 102 dhe ajo tjetra te pronë dhe ke ti brenda objektit tënd, atëherë do bazohesh të VKM të 2009-10 me radhë që legalizon ato të cilët janë pjesa anësore. Duhet ta çosh në proces legalizimi këtë pjesën e jashtë. Mund të bëjë ende proces. Jo, te kjo që ju citovën përpara, që të bëni pjesën e marrjes së certifikatës, ju e keni marrë, po të bëni kërkesë që edhe kjo 18 metra të futet te kjo tjetra që keni marrë me certifikatë. Po me çfarë mekanizmi? Me këtë mekanizëm. Është apartament, është brenda apartamentit janë të ndara, domethënë. Po, s'është te kontrata e sipërmarrjes, e ka te kontrata fillestare. Po, leje pra. Po letjet se quhet anësore. Quhet pra ndërtim anësor është bë, apo pra sotria do të kërkoj për legalizimin e ndërtimit anësor. Po. Mund të bëjë ende për legalizimin. Po, sepse ka qenë 2009, 2010, 2011 kishte VKM që nxitte. Legalizim nga aulizmi. Po. Të drejtohen në aulizm, ju lutem. Po. Po ky institucion ishte. Po tani janë përfshirë të gjitha bashkë te kadastra. Pra, ju me kontratën e sipërmarrjes të drejtoheni që të bëni legalizimin e pjesë anësore të pronës tuaj që keni. Pra, ajo që del jashtë projekti që ka në certifikat, ose më mirë mund të bësh edhe një kërkesë tek ASHK-ja që të bëni korrigjimin e kartelës dhe të bën matit nga e para. Që të dalë po. Po, që dalë 120 thotë që kjo nuk përputhet, dhe unë abitem pse ja kanë dhënë 102, sepse ai kur është te kadastra shikon shumë i kontratën e sipërmarrjes dhe çfarë kanë rënë dakord palët dhe çfarë duhet marrë në fund fare. Mos keni ndonjë gjë tjetër që do merrshet edhe investitori thjesht ka bërë atë që thamë përpara me kolegun këtu që ka dalë nga leja e ndërtimit edhe ju rezultoni me 102.
Pra mos keni ndonjë garazh ose ndonjë diçka tjetër. Mund të jetë ajo, të lutem, tek 102 që është brenda asaj dhe ajo 18 metra katror mos është e palishme. Po ajo është e palishme, besoj unë, po e vërteta është që dhe që rrugë mundet të ndjekun, atë doja të pyesja, lutem. Ose korrigjimi, zotëri, certifikatës pronësisë, ose shtesë anësore, pra këto dy mënyra, korrigjimi certifikatës pronësisë dhe shtesë anësore dhe legalizimisht në lartësi. Nuk ka ndonjë problem, për shembull, që të më prishet ose një në tjetër gjë, sa unë kam me akt marrëveshje që në fillim derisa të unë të paraqit dokumentat të gjitha tek zyrat e posaçme. Jo, as bëhet fjalë, nuk ju të cenohet prona juaj në këtë aspekt, jo. Thjesht ju do të bëni vetëm për pjesën anësore, shtesat për shembull, shtesat aty. Ju do të referojnë gjithmonë VKM-ve më përpara, pra 2009, 2010, 2011, që të shkonit rezultatit e VKM që ju përfshin në 2021. Faleminderit avokat, nuk e di nëse kemi kohë të presim tjetër telefonat, apo duhet ta mbyllim? Okej, mbyllim. Shumë faleminderit avokat Gulsen Zhlima për gjitha sqarimet dhe kontributin tënd vazhdueshëm që jep për emisionin, qytetarët brenda studiut por edhe jashtë saj. Faleminderit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme, koha për të zgjuar rikthehet sërish nesër me kolegun Renaldo Saliani, ndërkohë që ne do të jemi sërish bashkë vetëm pas pak në edicionin e shkurtër informativ.